dhe kastriotët e Kilit. Alif Theodori, një emigrant në Shtetet e Bashkuara, ka botuar vëllimi vegimet e moshës. Hasan Muglica, nipi Hoxh Muglicës, ka botuar gjithë botën në Kosovë. Hasan Shahini ka botuar ish mësuesi i letërsisë në gjimnaz, ka botuar një 5-6 vëllime. Ibrahim Taci ka botuar vëllimin nuk ka paqe pa drejtësi. Ilmi Dervishi ka botuar flas me trishtimin tim, një shpirt për gjysëm e të tjerë. Poeti Islam Çeka ka botuar 2 vëllime, Thinjat e mia dhe Mimozat e Marsit. Karamantola, Ende Amiri dhe Takomi Tiku, një mësues pensionist nga Austreni Voloborodës. Kujtim Biba, Simfonia e Ikjes. Kujtim Boriçi, gazetar i njohur, ka botuar Këngët tona, Dashuria është kudo dhe Kobull Horda, një poet. Mariana Burku, një mësuese letërsie, Zetër e Thinjur. Marsita Oreshka, kur ishte vetëm nxënëse në gjimnaz, ka botuar 2 vëllime, sot jeton në Angli, Trokiti Ëndra dhe Sintaksa e Syrit. Mentor Hoxha, ndër tjerë ka botuar Shpërthimet e zemrës. Mevlut Busi është autor i disa librave, u ka botuar diverse ka shumë, dhe po janë rrove një Mevlutit prishësh me to, më mirë po thot ka botuar disa. Merila Skara ka botuar vëllimin Pak dashuri shumë dhimbje. Munir Hoxha, një taksist, ka botuar mbi 4 rrota. Naim Berisha, një poet nga Muri, cili jeton në Londër, ka botuar të paktën 7-8 vëllime me poezi, ja të shkruar, por unë nuk paraqekoh. Naim Plaku ka botuar Fllatë e Furllis, Kreshët e Korabit dhe potposisht e Drini. Nertila Koka, një vajzë e re nga Zerqani, konkretisht nga Valikardha, ka botuar vëllimin Sytë për lotur. Qazim Hata, vllai Dugaxhin Hatës, nga Shumbati, ka botuar një vëllim interesant me poezi, Foli vetëm natë. Raimonda Maleshka, që dikush e ka të njohur për vriturinë e saj sepse është marrë dhe me probleme të UÇK-s, edhe kjo ka 5-6 vëllime me poezi. Xhafer Martini ka një vakt të gjatë. Rizvan Krashi, emigrant në Holland, ka lende për thënë. Sami Shehu, një mësues në pension, Vonesa. Sami Endreka, një mësues i gjithashtu Ëndra të Vrara. Selje Kukele, një mësues në Mustafat të Librës, ka botuar vëllimin në kërkim të vetës. Shega Murati, një vajzë e re kur ishte vetëm në gjimnaz, ka botuar vëllimin poezi Zëri i padëgjuar. Shani Muda, ishte përndjekur që për fatkeqësisht sot nuk jeton, ka botuar disa vëllime me poezi. Gjelali ka botuar për mua 2 vëllime me poezi, Shpiti Bredarak dhe Ndizën në Akull. Balkona Brusi dhe kjo për ishte vetëm majtë në shkollas, në nxënës e shkolla Lesit ka botuar vëllime me poezi Rusën Djegjesh. Zevlati një mësues Valura, i kemi Borgjendit dhe Kurziohë Kërtesa. Zimbides e Deli, funerali i dashurisë. Zeqevisa, një mësues në Ostren, fjalë me atje. Ornira Bardhi, një vajzë e re vitit parë në gjimnaz në shkollën e mesme Shurpezës, ka botuar vëllime me poezi, sigurisht për kohë. Tematika që trajton ka poet është nga më të ndryshme. Ka poezi që i kushton në natyrë të bukur, Kiprane në përgjithësi, e në veçanti maleve, fusha të pyjeve, luleve, pjeshtë, shkollëve të pjestë. Tire gëzimin të shpërthej me vrunë, mos e freno këmbën, le të marr unë. Thuaj këmbës së mi, parë sytë tu, të ropi, të puthi, të nxisi me tashnu, me zjarmin të ndryni, dhe të na pyetaga, të ndryne të shkullëzu, të turbullon kanga. Thuaj këmbës së mi, e qeshu si fëmi, pumpimi zamitan, e të përplaset për qelë, e të vi prap të na, se yjet të kanë zili, e na të duan fort, si një djelë. Thuaj këmbës së mi, thuaj këmbës zim plot, qeshu e mi, qeshu, se po ta është e në. Dita e sotme e Tetorit, një ditë e festimit poetik, e cila celebron një përkujtim të rilindur të vijueshëm. Ditëlindjen e poetit Uragan Miloš Gjergj Nikollës, Migjenit, një fenomen kreativ tipik, karakteristik të letërsisë shqipe, e cila të mbajë në kujtesën e saj të përhershëm, madje edhe krijuesit e prezave do ta kenë pikë referimi e model. Ne përulemi me respekt ndaj veganit, poetit të bashkëkohësisë dhe kirurgut poetik të fenomeneve sociale, të proceseve ndërgjegjësore, të apelimit të madh, të nismëtorit për një letërsi kuptimplote, të guximtarit për një evolim dhe një emancipim shkallor të shoqërisë. Jemi të jetë krenar që po e përkujtojmë Migjenin tonë në këtë muaj të letërsisë dhe kur celebrojmë krijimin e degës Dibër të lidhjes ndërkombëtare të poetëve, shkrimtarëve dhe artistëve Pegasi Albania, me një leitmotiv të ndritshëm në rrugët migjeniane. Ky organizim flet për një përkushtim, për grupim pra
për bashkim talentesh të kontributit, për konkretizim të pasurisë së krijuar nga krijuesit të talentuar të pranë, për të dëgjuar zërin talentor dhe për të realizuar shkëmbimin universal të vlerave nëpërmjet rritjes së përgjegjësive shëndetëtiake, ndërmjet analitikës, mendimit kritik, publikimit dhe veprimtarive me nivel, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë, me një program të detajuar dhe shumë sinimesh. Përvojat e krijuesve të pranë kanë treguar se janë krijues të dimensionit, të Pega Sjellbenja, ka besimin tuaj, ka besim të vetja, të mendimi juaj progresiv dhe i fiduar, të humanizmi dhe për ligjen për një letërsi e artë të mërtëfillt. Kemi besim të plot të ju, Tibranët Mizhenjan, do të sulmoni majat, rrofshin poetët, shkrimtarët, artistët talentuar të Dibrës, për presidencën lidhja ndërkombëtare e poetëve, shkrimtarëve dhe artistëve Pega Sjellbenja. U linda me vlla Benjak. Rryta në një konak, mullu me një bajrak. E unë kuam me ashtin e kombit, sa kruja krenohej me ne, kur i theshim tefat e kaldramet. E të dy, me nga një shalë kuqezi, vështirë, të qitha legendat që i kishim në sytë e mëndjes, në sytë e babu, i pa në kështjerë. E të rendëm pasboreve të historisë, deri në vënjët e plavazisë. Atëherë, kur unori gryt e stradin e motet të kumin shqiptarin. Atëherë, kur amtare na e grynin në thoj, e gjoket lindin heroj. Atëherë, kur mbi qiellin tonë vërnëllojshin heshta e qedik, e gjoket djepronin kreshnik. Atëherë, kur këto dhe e përvëllon të tradhia, e glonte veçlina. Pa i fush më fush, maqë më maqë, zak me lak, mi kallën me flak, e i shujta me gjak. Pëse që njeta në luft, për tokë, për ndërë, për ftyrë, ndaj, për lullet, gjaku, flamurin, për i kam me një gjyrë. Supit, jo ba vrak, nga rrypi i gërk plotes, për ndërë të lokës. E qjashka e lisit të moshmës gjenez, pa i lava me gjak, plis mas plisi, nga brezi me brez. E sot? Pa jamër sot jam sot, zot e përmi zot. I tokës e i jetëve, e do të jem në jetë të jetëve. Sa herë në pranë verë, e lullia qelë, herën të bëjnë apel. E dalin vore, vulkan prej tokës, kur preket meri i lojës. Gurët e majt, gurët e zalit, gurët në kështjelë, në flamuj në shtjelë, apelojnë. O e mbrojmë loken kësaj ere, o shpëranimi në kërqerë. Gjithë herojnë, nga do që janë largë njëri tjetër, veç një polan bëjnë apel. Dijeni mirë, se edhe mbi lavë zambaku qelë, kur Shqipja është e lirë. Marrëvesh vetëm unë ajë të flasim, në çdo promovim, po flasim bukur. Dëgjojni me rrugë postë. Nderuar bie Shapërisë, Vladimir Fulli, i nderuar fotozdasi, kryetari i lidhjes Dibrës, i nderuar Heri Mandri, i nderuar Rashad Arbana. Është kështu. Ju politikanë, ju njerëz, e lini vepra se t'ju përqesh koha. Nëse dikush nuk le vepra ose fjalën e sinqeritetit, ai mbullohet nga dhumi i kohës dhe i detit,
që të flasë për Migjenin, unë ka 23 vjetë që shpikë për Migjenin, dhe nuk flasë më mine se sa Heri Mangri, mastri, dhe se sa mikuj, doktor Behar Gjoka, që di librat e këtyne me të vërtet, një odrëfis, por Heri ju bërë një diskutim shumë brillant, unë nuk në shkëllë që më tepër, vetëm se du të shtekë bukuria që vretë që e i tha kështu, me vazhdim, e mbylli frasën. Le bëhet ta kam përbije e servis, dhe këtë shumë një dhratë në kujtë në i deputeti apo ministri. Pse? Për të share të arsimi, për kushtimit, dhe një drejti në shkollat me të shtira, por lutim të përmen Tomas Hyndleri para statjes, dekani, pse nuk përvaroni shqiptarë? Një, ju nuk përvaroni nëse një deputet nuk të të mezë në politikë, por me shkencë, me arë, atëre të fjera e këtës, lumë komi që i ka. Nuk ka nevoj më ratë të qatë, dhe në kush jam unë, pavarësi se libra të influon atë e shtatën, se mi këmi fa që i vetë të ati, absolutisht jo, me kom libra të donar gjumëri, ke që më në stafa dhe në shkollat tjera, po du të flasë që t'inderi që i po hëndrëm dhe të dori,